Unë pa humbur më shumë kohë, po vazhdoj me përzierjen e kuponave të lojës shpërblyese, për të vazhduar më pas edhe me procedurat e lojës. Po i përzim kështu që me konë sa ma korrekt dhe ma transparent. Po besoj që veturën, si kur javën e kalume në pej jone, ta fitoj dikush që nuk ka vetur, si që është ajo zonja javën e kaluar që e fitoj veturën, e për me përmbyllë është ta vitin në mënyrën ma të mirë të mundshme. Okej, e marrëm kuponin, po e kalojmë të juria. Okej, nuk është i vlefshëm, a? Okej. Do me thonë, kuponi nuk është i njësisë së deçanit edhe nuk vlen. Okej, po vazhdojmë pra me përzierjen e kuponave, për ta parë se kush do t'jetë ndoshta patlume i kësaj loje. Okej. Vazhdojmë. Kështë në rregull. Po në rregull është, më nëshme lezon. Po, i vlefshëm është. Atëherë, fituesi i veturës Dacia Logan 00 është Shpat Tahir Sylaj nga Deçani, po e kthejmë edhe për publikun, gjithmonë duke respektuar privatësinë për numrin kontaktues. Kështu që Shpat Tahir Sylaj është fituesi i veturës Dacia Logan këto në komunën e Deçanit. Të shohim apo na përgjigjet Shpati, që t'ja japim lajmin e mirë që veturën e ka fitu aje. Vazhdojmë. Përshëndetje Shpat, si je? A je mirë? Mirë, ti që abone? Mirë, faleminderit. Po bisedoj me Shpat Tahir Sylën, apo? Po. Okej, Shpat, po du me të pyet fillimisht se a ki leje ose patent shofer? Po, dyat i kam. Okej, i paske dyat, mirë shumë. E vetura a ki? Jo. Vetur nuk ki, pse nuk ki vetur? A? Pse nuk ki vetur? Hala temën personale. Do me thonë, nuk ki hala personale të andën, a? Ja. A kështë pas qef me pas një vetur të anën personale? Po. Okej, e të kuna vetur për vëzit kështë me na të regu? Kujt janë zonë në bërë? Kujt kunat janë zanë në bërë? A e kujt janë zanë mas shpeshti në bërë? Kujt moj, migjës babës. Migjës babës, apo të bërtasën ata që pja u merë veturën? Jo, me shfaqe. Jo, a? Okej, atëherë nuk ki nevoj mo me ja marë kërkujt veturën, as me ja marë migjës as babës, sepse je fituesi i veturës Dacia Logan nga Express Store. Për da? Je fituesi i veturës Dacia Logan këtu në Deçan nga Express Store. Ani për hajrë. Për hajrë të koftë ty. Faleminderit. E për hajrë edhe migjës e babës, se mo po besoj që s'ka me pas nevoj me thirë me të pytë ku je, se tash kemi pas veturën tane. Ja, apet jam marrë. Urna? Apet jam marrë. Apet ja u mera? Pse? Po marrë, se jo. Okej. Atëherë stafi ka me të kontaktu për detajet e tjera, une po ta bëj urime edhe njëherë, nështë ta nuk ka mënyrë më atë mirë se me përfundu vitin se sa me fitu një vetur 300, apo? Jo, të më punja. Okej, faleminderit shumë Shpat, kalofsh mirë. Urime edhe njëherë, e mbylli Shpati. Mirë po, Shpati ishte fituesi i veturës 7 nga Express Store, si që ta